Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur të nderuar gazetar. Siç e dini, ditën e nesër fillon xhiroja 27 e kampionale në futboll, ku siç e dini përballemi kundër rivalit lokal. Me rast edhe kemi hapur këtë konferencë për shtyp, ku prezent si gjithmonë është kryetrajneri Zekiria Ramadani, i cili fillimisht do bëj hapjen dhe me konkluzionet e tij, më pas do jetë i hapur edhe për pyetjet e juaja. Trajner. Faleminderit Anes, mirë se keni ardhur nderuar gazetar. E dim që nesër është derbi i qytetit, derbi më i zjarrt në Kosovë. Por ne përveç derbit ne kemi objektivin ton titullin kampion dhe për të arritur deri te titulli kampion duhet të mboshim çdo skuadër. Kështu që kom pa një atmosferë të jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe, edhe pse kishim pauzë për shkak lojave të kombëtarëve, e kom pa një atmosferë të jashtëzakonshme tek futbollistët, një atmosferë më pozitive se ka qenë në kohën e kaluar para kësaj xhiros. Dhe shpresoj që kjo atmosferë do ndikojë edhe nesër në takimin përballë rivaleve tonë të qytetit, dhe shpresoj në një lojë mjaft agresive, një lojë mjaft mirë, dhe normal duhet dim se çfarë objektive kemi, dhe për të arritur objektivin duhet vrapojmë më shumë se ato, duhet luftojmë më shumë se ato, dhe normal në këto ndeshje mund të mos krijohet shumë raste ose mos ketë bukuri në aksione, por duhet të ketë bukuri në agresivitet, në mesfush, dhe mund në një rast ta vendos derbin, dhe shpresoj rasti jetë në anën tonë pozitive. Jam i bindur mbas atmosferës që kom pa në Serviqe këtë periudhë, këtë javën e fundit. Futbollistët e mi nesër do ta zhvillojnë lojën më të mirë përballë rivalit ton direkt të qytetit. Në këto dy takimet e mëparshme që ka qenë, kjo është takimi i tretë, jam i bindur që kjo nesër do jetë shumë më e mirë se ato dy takimet e kaluara. Faleminderit. Trajner, që s'ni përmendë përgatitjet e kësaj periudhe kur kombëtarët kanë zhvilluar ndeshje, edhe potencojë pak a shumë motivimin në skuadër, po a mund me elaboru pak më shumë si ka rrjedh kjo situatë? Duhet pas parasysh shumë faktorë që ndërlidhen me klubin edhe me synimet që i keni në vazhdim të kampionatit. Normal, pas barazimit me Dukagjinin erdhi pauza, e dim që barazimi erdhi në sekondat e fundit, ishte ekipi pak i mërzitur, kishim 2-3 ditë pushim për disa që kanë qenë më të ngarkuar. Pastaj u rikthyem thjesht duke harruar ndeshjen e Dukagjinit, duke u përkushtuar jo për Gjilonin, por për kampionatin në përgjithësi, se e dim që nuk ka kombëtarja ndeshje, edhe kemi shfrytzuar edhe aspektin fizik që t'i ngarkojmë futbollistët të jenë gatshëm, shpresoj pas një lëndim deri në fund të kampionatit. Pikërisht në ditët e fundit kemi filluar edhe përgatitjen përballë derbit, për të përgatitur sa më mirë në ndeshjen e të nesërmen, dhe kom pa atmosferën shumë pozitive. Këtu i shtohet edhe fakti që është kthyer edhe Blerim Krasniqi 100% me ekipin, edhe Ilir Mustafa, Hasan Gonda janë shumë afër ekipit për të bashkangjitur edhe ato 100%, dhe kjo na gëzon edhe më tepër kur tani është bërë numri i kompletuar i futbollistëve atë që kishim në fillim të kampionatit. Përshëndetje trajner. Kemi në fund të 10 xhiro deri në përfundim të kampionatit, skuadra e Dritës çdo xhiro, çdo javë po tregon cilësi, po e ruan distancën ndaj pozitës së dytë, edhe unë e konsideroj që Drita lirisht mund ta fillon ta feston titullin e kampionit, megjithëse ka ndeshje ende. Një derbi trajner të cilin ju vetë keni përjetuar, e konsiderojmë shumë të mangët për shkak së pari infrastrukturës, pastaj edhe tifozëve. Mirë po, skuadra e Gjilanit nesër do të hynë më e motivuar, më thojsa, për shkak se është me një gjendje pa lakmueshme, sa do të arrini që t'i përballeni një skuadrës siç është Gjilani. Ne përgatitemi për kampionatin. Neve nuk na motivon vetëm derbi që është përballë Gjilanit, dhe neve na motivon titulli kampion. Dhe
Ne deri më tani kemi bërë paraqitje shumë të mira me secilin skuadër. Gjilani, nëse ju mendoni se është shumë e motivuar, ndoshta është edhe shumë në presion. Ne jemi 11 pikë larg vendit dytë dhe s'kemi as pak presion. Ne jemi në rrugën e duhur, kemi qetësinë e duhur, komoditet 0, edhe atë që ju e cekët për festën e titullit nuk ka teori të festoj as përmendet titulli në skuadër, se dim që ka 11 ndeshje me të nesërmen dhe janë aty 33 pikë. 33 pikë janë shumë. Duhet përqendrohemi nga ndeshje në ndeshje. Sa mund të jetë më e motivuar, sa mund të jetë motivuar futbollistët e Gjilanit, unë mendoj që as më të motivuar ose më tepër të motivuar janë edhe futbollistët tonë. Për shkak që ne kemi edhe derbin e qytetit, por kemi edhe objektivin e titullit kampion. Kjo është motivi më i madh për neve, objektivi për titullin kampion. Dhe për të arritur titullin kampion, normal që duhet të futesh në çdo takim për të arritur 3 pikë. Trajner, është mëkat i madh një derbi, çfarë pej 15.000 shikuesve, sot kemi pas rast jenë këtë derbi të vimi me 1.000 shikues, mirë po kjo është një problem politik të cilin është kriju tash e 5-6 vite më tutje. Ne edhe në konferencat edhe më hershme ju kemi kërku spaku ta bëni një apel edhe komunës edhe qeverisë, dy ekipet më të mira në Kosovë të jenë me një stadium, çfarë është kjo është të merë. Në çdo derbi, para çdo derbi, po jo edhe në para derbive dhe para ndeshjeve tjera kemi folë për stadiumin, për kushtet. Me të vërtet janë njerëz shumë më kompetent se unë për të folë për këtë problematik. Unë nuk du të futem atje, për mu përqendrimi maksimal është puna taktike, teknike e ekipit, përveç kushteve që nuk kemi tribun të mire, nuk mund të jenë 2 tifozerit, është edhe dita e ente, ora 2, me të vërtet këto s'kan faj as politika, as kërkosh që tërkosh ai që ka caktu terminin e ndeshjes. Se edhe në këto kushte, nëse do ishte luajtur të shtunën ose të diellën, do ishte mbush edhe kjo tribunë e vogël. Mirë, po tani ditën e ente në ora 2, ato që kanë mundësi, unë jam i bindur që do të bëjmë pa mundurën për ta mbështet ekipin tonë dhe për të shiju një lojë sportive, fair dhe me shumë agresivitet. Trajner, po vjen nga një ndeshje e fortë më kështu dhe dominuese ndaj Dugazhinit me një rezultat 1-1, duke ditur që edhe Gjilani psoi pranë nga Manisheva. Konsideroni që nesër do të jetë një lojë e fortë, duke ditur që derbi nuk dihet kush cila ekip do të provojë pra fitore. Edhe pra kërkon normal që ajo dihet që ju jeni në krye tabelës. E pora në derbi nuk mirët parasysh e kaluarja, si ke luajt 3 xhirat e fundit. Kur vjen derbi, këtë gjithë nga ekonomi i klubit deri te presidenti është ndryshe motivi dhe ndryshe është përqendrimi për këtë ndeshje. Nuk ka as forma, nuk ka të bëj, por as pozicioni tabelar, kush është në vendin e parë, kush është në vendin e fundit. Nuk ka jo lidhje fare, derbi është derbi, thash derbi luhet më tepër me shpirt, normal, duke u bazuar edhe në aspektin teknik, edhe në aspektin taktik, por më tepër është shpirti luftarak që duhet shihet në derbi. Trajner, në këtë kampionat e curin pozitive që e keni pas për këto 25-6 gjiro, si shut popullor që Gozhd Danshar ju ka hasë me 2 ekipe, me Lapin, se ne keni bilancin 2-1, dhe me Gjilani mendoj që nuk keni marrë fitore. Kjo bën një ndeshje pjesë më interesante dhe në këtë drejtim a keni gjetë formulë spaku ndeshjen e tretë që bëni në këtë kampionat ta gjeni formulën e fitores. Formulën drita e ka që nga ndeshja e parë. Edhe ne nuk përshtatemi kundërshtarit, ne kemi lojën tonë, ne kemi idetë tona që i punojmë gjatë çdo stërvitjeve, çdo javë, dhe ne nuk ndryshojmë as përballë Ballkanit, as përballë Gjilanit, as përballë Prishtinës. Ne kemi lojën tonë, ne kemi strategjinë tonë dhe normal japim maksimumin. Ne dim që në 2 takimet e fundit në derbi, takimin e parë barazuan Gjilani ku ishim në avantazh në fund të takimit, edhe takimin që humbëm, domethënë ishte një gjuajtje dhe një gol ku vendoset siç mund vendoset një derbi. Por ekipi vetëm që ka mbet pa u fituar është Gjilani, kështu që nesër kanë futbollistët momentin e duhur për të treguar që nesër mund të ashtim në listën e skuadrave të fituara në këtë edicion.
A bën këtë ndeshjen e nesër më interesante edhe fakti që të dyja skuadrat udhëheqën për trajnerëve që i kanë udhëhequr të dy ekipet. Po këto janë që 3 derbi, ka qenë edhe më herët derbi që kemi qenë përballur me kolegun tim. Po ndërlidhet gjithmonë me faktin që thash në këtë kampionat nuk keni fitore. Po, për atë thamë, nuk është që e bën në sens të specifik kjo. Ka qenë edhe derbi i parë njëjtë, ka qenë edhe derbit kur kam qenë unë të Gjilani e të drita njëjtë, kështu që nuk e bën ndonjë me dhënë një rëndësi të veçantë derbit. Për shkak që në fushë luajnë 11 me 11, futbollist kvalitativ, unë mendoj që kvalitetin e kemi brendshëm nga ana jonë dhe normal. Objektivi është gjithmonë ajo që motivon skuadrën. Nuk e motivon vetëm ekipi kundërshtar ose trajneri. Objektivi jonë është titulli kampion. Ajo është motivi më i madh për gjithë ne nga stafi mjekësor, futbollista, gjithë. Trajner, a kemi të drejtë nëse konstatojmë mbase nga ajo që thonë nga mbase me të drejtë që presioni për këtë ndeshje, për ndeshjen e nesërme bie mbi ju personalisht po dhe mbi ekipin, morë parasysh atë që e potenciuar se ju jeni duke luftu në 2 fronte, pra nesër e keni një front është në derbi, që është dihet karakteri dhe konotacioni që e merr. Fronti tjetër është domethënë kontinuiteti i garave, ndërkohë që barra e presionit akoma më e rëndësishme është sepse ju jeni lider dhe duhet të harroni këtë vazhdimsi. Dhe normalisht që presion psikologjik për të harruar këto 3-4 komponentë janë që e bëjnë domethënë presionin. A mund të themi se është mbi ju dhe apo arrini ta menaxhoni? Arrim ta menaxhojmë kemi dëshmu, nëse nuk e di sakt nga cilat xhiro jemi në vendin e parë. Nuk e di se në xhiro kemi dalë në vendin e parë. Më mend që më ke bënë një pyetje ku i kishim 2 ndeshje më pak se Ballkani, më ke pyetur pas këtyre 2 ndeshjeve ku do e drita, të kam thonë vendin e parë. Ka qenë kështu. Domethënë nga atëherës jemi në vendin e parë, kemi menaxhuar mirë presionin, për shkak që ndihmojnë edhe futbollistat, ndihmojnë edhe stafi drejtues për të menaxhuar presionin, se kanë futbollistë me mjaft eksperiencë ku kanë fituar edhe tituj, ndihmon edhe stafi i trajnerëve. Dhe unë mendoj që presioni tek ne, e para pa presion nuk ka futboll. Duhet ta heqim mendje se mund presion ka edhe nëse shpallesh kampion, edhe vin ndeshjet e radhë është presion, duhet të japësh maksimumin për mos ta humb ndeshjen, edhe ajo ka presion. Por kjo punë mirën me këtë punë ata njerëz që din ta menaxhojnë presionin. Ata që nuk din ta menaxhojnë presionin nuk mund të arrijnë sukses asnjëherë. Ne kemi dëshmuar në këtë që kemi arritë të menaxhojmë presionin dhe ne jemi në vend parë, jemi 11 pikë larg, ato janë në një garë për Evropë. Unë mendoj që në këto momente presioni më i madh është tek tabori kundërshtar. Në pyetje desa trajner, Po, patjetër. në lidhje me zhvillimet në futbollin kosovar, po edhe në arenën ndërkombëtare, nëse mundesh me bëni paralele nga ajo që shohmi edhe nga ajo që e dim që drita faktikisht e ka krijuar distancën pikë dhe kjo vetë ju nuk kupton diçka që nëse analizojmë ka potencial brenda më shumë se skuadra tjera. Mirë po ajo që është evidente nuk ka një futbollist që ftohet nga selektori, siç ftohet për shembull futbollist caktuar nga ekipe tjera. Çka do të thotë kjo? A do të thotë që struktura e ekipit është paraforcisht diku te mesatare dhe e kanë një të themi një nivel të parafort, të harmonizuar, apo ka arsye tjera që selektori i fton futbollist të caktuar në ndeshje të caktuara? Ne këtë rallë e patëm Faton Malukën në reprezentacionin e Kosovës. E patëm Faton. Nuk do thotë se vetëm Fatoni meriton. Unë edhe në fundjavë isha me një emision, thashë që edhe Rombroja jam i bindur. Kemi futbollist cilësor edhe Dabiçajn, edhe Kastrot Selmani, Almira Zera. Mirë po, nëse dikush do ishte afër reprezentacionit, unë mendoj që është Rombroja, mund të ishte edhe Besnik Krasniqi nëse do ishte një mosh si Rombroja. Se Besnik Krasniqi me numra meriton para gjithëve me qenë në reprezentacion. Mirë po tani edhe mosha e ka bët veten. Kurse këtu ne gjithmonë duhet ta mbështetim selektorin e Kosovës që bën zgjidhjen e duhur. Derisa ai nuk ka pa arsyen për me qenë roni në reprezentacion, ai ka të drejtë. Nëse nesër e shet që ka nevojë për një futbollist me tipare si Rombroja, unë jam i bindur që
nuk do heziton, do të afton në repsacion dhe nuk do t'i bie pishman asnjëherë që ka ftuar. Trajner, përderisa ju tashmë po flisni ishte në fillim të konferencës, dihet që Federata e Futbollit të Kosovës ka deleguar gjyqtarët, ku në mesin e tyre është dhe Gramot Shala, kur e dim peshën e kësaj ndeshje, a presni të ketë vendime korrekte nga ai kur dihet që shumë vendime të tij kanë qenë skandaloze karshi ekipeve gjilanose? Nuk dua ta komentoj Shalën, por ne futbollistët e mi kanë treguar gjithmonë që nëse një refer ka tentuar, ka qenë skandalos ose kundër nesh, ka qenë një motiv shtesë për ekipin tim. Kështu që edhe nesër, nëse ai mund të shkojë kundër vetvetes, ai është puna e tij. Ne jemi një skuadër mjaft profesionale ku neve si staf teknik na lodhemi vetëm për punën tonë, mirë drejtues tonë në atë aspekt, ato kujdesen për këto gjëra dhe unë jam i bindur që nesër edhe Shala do jetë në nivelin e duhur, ndoshta ka bërë gabime në të kaluarën, por gjithsesi tani është rikthyer në Super League dhe nuk besoj që mund të jetë ndikues ose iniciator ndonjë ose të ndikojnë në rezultatin e ndonjë skuadre, qoftë tonin apo të kundërshtarit. Faleminderit. Faleminderit për pjesëmarrjen juaj dhe miru takofshim herë